Fakt është pak e frikshme si ka ndodhur ngjarja sepse janë një grup të rinj, 12-13 persona të cilët janë përfshirë në këtë konflikt, pra të ndarë në dy grupe të ndryshme të rinj janë përfshirë në këtë konflikt fizik pikërisht në këtë vend ku ndodhem unë para shkollës së mesme Shejnaze Juka. Fakti nga ajo çfarë ka ndodhur kuptohet qartë se të rinjt siç duket kanë lënë një pikë takimi pikërisht këtu dhe më pas sapo janë bërë gjithë bashkë ka nisur edhe konfrontimi fizik mes tyre dhe nga kjo konfrontim 3 prej tyre janë dëmtuar, janë dërguar në spital, por janë jashtë rrezikut për jetën, duhet thënë. 2 janë vëllezër dhe njëri është një nga kundërshtarët e këtyre 2 vëllezërve. Nga 2 vëllezërit, njëri është nxënës i shkollës, ndërsa edhe të tjerë patjetër që sepse duket qartë nga mosha e re që janë të rinj dhe janë nxënës shkollash. Nuk e di nëse janë gjithë në këtë shkollë apo edhe nga shkolla tjera, pra një grupe shoqërore janë bashkuar për të konfliktuar fizikisht pikërisht në këtë vend, por janë dëmtuar me sende të forta dhe thik, fakti nga raportimet që kemi nga Spitali Rajonal i Shkodrës, por janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka mbërritur në vendngjarje, ka identifikuar personat, ka sekuestruar edhe kamerat e sigurisë për të bërë të mundur gjetjen e autorëve dhe identifikimin e tyre që tashmë është bërë. Duhet thënë se një pjesë kanë ardhur edhe me automjete nga pjesa e tregut të Zdralës deri tek ky shesh i vogël para shkollës ku edhe ka nisur konflikti mes këtyre të rinjve.